Kapitulli 6. Ankesa themelore. Derisa të pavetëdijshmen ta bëni të vetëdijshme, ajo do të drejtojë jetën tuaj dhe ju do ta quani atë fat. Carl Jung. Fjalët që përdorim për të përshkruar shqetësimet dhe betejët tona shpesh tregojnë shumë më tepër se sa ne e kuptojmë vetë. Megjithatë, rrallëherë na shkon në mendje që t'i shqyrtojmë ato me kujdes. Në këtë kapitull, do të filloni të ndërtoni hartën tuaj të gjuhës bazë. Do të mësoni të ndiqni fjalët që përdorin çdo ditë, sepse ato krijojnë një gjurmë të vogël informacionesh, të cilat mund t'ju çojnë deri tek origjina e frikrave dhe e dhimbjeve tuaja të brendshme. Gjatë kësaj rruge verbale, ankesa themelore do të jetë pika e parë ku ju do të ndaleni. Ajo mund të jetë si një kuti thesari që mban brenda një pasuri të pa eksploruar. Madje, ankesa juaj e përsëritur mund të përmbajë farat e zgjidhjes që ju po kërkoni prej kohësh. E vetmja gjë që duhet të bëni është që të shihni brenda saj. Për të dalluar ankesën thelbësore në gjuhën tonë të përditshme, pra në mënyrën se si flasim, duhet që të vëmë re fjalët që mbartin ngarkesën më të madhe emocionale. Ato fjalë që na dalin nga goja të ngarkuara me frikë, me dhimbje, me boshllëk apo me dëshirë të madhe. Ndonjëherë është një frikë paralizuese e cila na mban të bllokuar. Ndonjëherë është një dëshirë e madhe për diçka të cilën mendojmë se na mungon. Ndonjëherë është një dhimbje e fortë e cila shfaqet vazhdimisht. Për shembull, sa herë që Bob, një inxhinier 52 vjeçar, ndihej i shqetësuar dhe i vetëm, ai përsëriste të njëjtën ankesë. Pse të gjithë më lën? Pse nuk jam mjaftueshëm i mirë? Këto fjalë zbulojnë thelbin e dhimbjes së tij. Ndonjëherë dëgjojmë fjalë ose fraza që duket se kanë një jetë të tyre. Le të marrim një tjetër shembull. John tregonte se nëna e saj shpesh e quante zhgënjimi i familjes. Ankesa e saj kryesore ishte se ajo dhe nëna e saj kurrë nuk kishin arritur të lidheshin, edhe se kjo distancë e kishte lënë atë me një boshllëk dhe me një dhimbje të thellë. Kur ajo filloi të zhvishte shtresat e dhimbjes së trashëguar brez pas brezi, kuptoi se nuk ishte vetë ajo, por ishte gjyshja e saj, ajo që ndihej si një zhgënjim i tmerrshëm në familje. Historia e saj ishte prekse. Gjyshja kishte qenë vetëm 15 vjeçe kur u dashurua me një burr të martuar në fshatin e vogël irlandez. Kur mbeti shtatzan, ai nuk pranonte që të merrte asnjë përgjegjësi. E përzën nga shtëpia, gjyshja jetoi gjithë jetën e saj me turp dhe me dhimbje, duke pastruar shtëpi të huaja dhe duke rritur vajzën e saj të vetme. Ajo nuk u martua kurrë. Atë kurrë nuk arriti të çlirohej nga ndjenja se kishte sjell turp mbi familjen e saj, thjesht pse kishte pasur një fëmijë jashtë martese. Edhe pse fjalët zhgënjimi i madh nuk i drejtuan kurrë drejt për drejt gjyshes, ato jehuan në përbreza. Gjyshja jetoi ato fjalë kur u dëbua nga familja e saj. Vajza e saj i ndjeu kur besoi se duke lindur jashtë martese, i kishte shkatruar jetën nënës së saj. Dhe 2 breza më vonë, Mbesa, pa e ditur se pse, ajo mbante në shpirt të njëjtën dhimbje, të njëjtat emocione, duke u ndier edhe ajo si një zhgënjim për nënën e saj. Kur Mbesa analizoi ankesën e saj thelbësore, fjalët zhgënjim i madh, ajo gjeti qetësi dhe mirëkuptim. Gjeti atë që i kishte munguar prej kohësh.
ajo i kuptoi se fjalët e ashpra të nënës nuk ishin menduar personalisht për të, edhe pse ishin thënë asaj. Këto fjalë që dikur e lëndonin, tani zgjonin dashuri dhe dëmshuri jo vetëm për nënën, por edhe për gjyshen dhe për jetën e vështirë që ato kishin jetuar në Irlandën e asaj kohe. Në analizimin e ankesës kryesore, nuk shikojmë vetëm gjuhën e folur, por edhe gjuhën somatike, gjuhën fizike të trupit, atë që trupi shpreh pa fjalë. Vëmendja e veçantë i kushtohet simptomave fizike dhe sjelljeve që duken të pazakonta, sepse ato shpesh mbajnë kujtime të pashprehura të traumës. Për shembull, Carson, një zjarfikës 26 vjeçar, shprehte frikën e tij si fizikisht dhe verbalisht. Në moshën 24 vjeç, makina e tij rrëshqiti dhe goditi një parmak, duke qenë vetëm pak centimetra larg rënies nga një shkëmb. Ai shpëtoi. Edhe pse ai arriti ta rimerte kontrollin e automjetit dhe vazhdoi i sigurt në destinacionin e tij, që atë ditë ndjenja e kontrollit mbi jetën e tij u zhduk. Që prej asaj ngjarje, Carson vuante nga sulme të përditshme paniku. Përveç dridhjeve dhe maramendjes, e pushtonte një ndjenjë thellë boshllëku. Sikur nëse do të vdiste, jeta e tij nuk do të kishte pasur asnjë kuptim. Konkretisht, këto ishin fjalët e ankesës së tij thelbësore. Nëse vdes, nuk do të lë trashëgimi. Askush nuk do të më kujtoj. Unë do të largohem plotësisht sikur të mos kisha ekzistuar kurrë. Nuk do të mbahem mend në një dritë të mirë. Ajo që ishte e çuditshme në pendimet e Carson ishte fakti se ato i përkisti një burri vetëm 26 vjeçar. Jeta e tij sapo kishte filluar. Dhe megjithatë, ai tashmë po vajtonte një jetë të mbushur me keqardhje. Diçka ishte qartësisht e pashpjegueshme. Kur shqyrtojmë fjalët e një ankese thelbësore, ne u besojmë atyre fjalëve në mënyrë të drejtë për drejtë, por jo gjithmonë kontekstit. Vetë fjalët zakonisht janë të vërteta për dikë, por jo domosdoshmërisht për ne. Zbulimi se për kë janë të vërteta këto fjalë kërkon që të hedhim një vështrim prapa në historinë familjare. Për Carson, personi që mungonte ishte babai i tij. Pas një divorci të trazuar, nënës së tij ju dha kujdestaria e plotë. Babai të Carson ju kërkua të hiqte dorë nga të drejtat prindërore ndaj tij, i cili në atë moshë ishte vetëm 4 vjeç. Pas një betejë të gjatë dhe të dhimbshme, babai më në fund u detyrua të dorëzohej. Carson nuk do ta shihte më kurrë babain e tij. Jo vetëm që nëna e tij fliste me përçmim për baban, por Carson u adoptua nga burri i ri i nënës së tij, edhe që aty mori mbiemrin e tij. Në këtë mënyrë, çdo lidhje me babain e vërtet u fshi. Tani, nëse i kthehemi gjuhës thelbësore të ankesës së Carson, vazhdimisht dëgjojmë fjalët: nuk do të lë asnjë trashëgimi. Askush nuk do të më kujtoj. Do të largohem plotësisht sikur të mos kisha ekzistuar kurrë. Nuk do të mbahem mend në një dritë të mirë. Historia e tij fillon të marrë një dritë të re. I bashkuar në mënyrë të pavetëdijshme me përvojën e babait të tij, i cili kishte humbur trashëgiminë e tij të gjallë, djalin e tij, Carson kishte gjetur një mënyrë të fshehtë për të lidhur me të jatin e humbur. Ai ndante të njëjtat ndjenja të braktisjes, humbjes dhe të harresës. Frika e tij më e madhe
ishte që dhe vet ai të largoj nga jeta pa lënë gjurmë. Pas zbulimit të rrënjës së ankesës së tij, Carson mori një vendim të guximshëm. Ai vendosi të gjente dhe të rifillonte kontaktin me të jatin. Babai i tij tashmë ishte shpërngulur jashtë shtetit. Kishte krijuar një familje të re dhe kishte 3 fëmijë me gruan e dytë. Megjithatë, ai ishte i lumtur përtej fjalëve kur dëgjoi për Carson. Boshllëku i humbi së djalit të parë 20 vjet më parë kishte mbetur me të duke bërë një vrim në zemrën e tij. Diçka e thellë dhe e padukshme kishte mbetur edhe brenda Carson. Dashuria e tij e pastër për të jatin. Një fjalë e urtë thotë: historia shkruhet nga fitimtarët. Ajo shkruhet nga ata që mbeten për ta treguar. Por, pavarësisht se sa e shtrëmbruar apo e njëanshme mund të jetë, shumë pak prej nesh mendojnë që të pyesin se si do të duke kjo histori po të tregojë nga pala tjetër. Në rastin e Carson, nëna e tij ishte fituesja dhe babai ishte humbësi bazuar në faktin se ai nuk kishte atje për të arritur djalin e tij. Të dy prindrit kishin luftuar për kujdestarin, por për arsye të panjohura, babai humbi. Carson e kuptoi se vitet e historive negative që i kishte treguar nëna e tij për babain kishin mbuluar kujtimet e tij të hershme për të. Gjatë muajve në vijim, Carson dhe babai i tij filluan të krijonin kujtime të reja. Ata filluan të bënin kampe dhe të bënin udhëtime peshkimi në të njëjtat male ku kishin shkuar dikur. Atëherë, kur Carson ishte i vogël. Gjatë asaj kohe, sulmet e panikut të Carson u shtukën plotësisht. Babai dhe djali filluan të ndërtonin së bashku një trashëgimi të re thelbësore. Tani, do të bëjmë një ushtrim me shkrim, ushtrimin e parë. Prandaj, merrni një silolaps, merrni dhe një letër ose fletore dhe le të fillojmë me ushtrimin. Ushtrimi i parë me shkrim. Hetimi i ankesës suaj thelbësore. Ky ushtrim të ndihmon të kuptosh më mirë një ndjenjë ose një problem që po të rëndon. Përmes shkrimit mund të zbulosh se çfarë po përpiqet të të tregojë ajo ndjenjë si një mesazh i brendshëm që po kërkon të dëgjohet. Përqendroni tek vetja dhe fillojmë me pyetjen e parë. Mendo për një problem që në këtë periudhë të jetës është më urgjent për ty dhe po të shqetëson më shumë. Mund të jetë diçka që lidhet me trupin, një dhimbje fizike që përsëritet, me punën. Ndoshta ndjeni çdo ditë të lodhur. Me marrëdhëniet. Një ndjenjë që të rëndon dhe të bën që të ndihesh i pasigurt në atë marrëdhënie. Apo me ndjenjën tuaj të sigurisë dhe paqes. Mund të jetë një situatë që prish mirëqenien dhe ju bën të ndjeni të bllokuar, të keni frikë për të ardhmen. Nëse kërkoni me nxitim përgjigjen, thjesht lëreni të vi. Pyetja e dytë. Pyeteni veten. Cila është çështja më e thellë që do të doje të shëroje? Mund të jetë një problem që ju duket i rëndë, mbase një ndjenjë apo një simptom që ju ka shoqëruar për shumë vite, ose që mund ta keni pasur gjatë gjithë jetës. Mendo pak më thellë. Nëse ky problem do të kishte rrënjë më të thellë, cilën plag do të doje të kuptoje apo të shëroje?
Ndoshta atë ndjenjë të vjetër. Ndoshta atë plag që nuk është mbyllur kurrë. Mbase atë ndjesin se nuk jeni mjaftueshëm. Ose edhe frikën se mos mbetesh vetëm. Reflektoni. Mos u ngusni. Lëreni përgjigjen të vinë ngadalë. 3. Çfarë ndryshimi do të doja të shihja? Shkruani me fjalë të thjeshta se çfarë dëshironi të shihni të ndryshuar. Si do të donit të ndjeshit ndryshe? Nëse gjithçka do të mund të ndryshonte sot, si do të ishte jeta juaj? Për shembull, do të doja të ndjesha më e qetë, të mos e humbas kaq lehtë durimin, të ndihem e sigurt në vendimet e mia, të ndihem më e lirë, të kem më shumë besim në veten time. Thjesht shkruaj, lëre dorën që të lëviz vetë. 4. Mos e gjyko veten. Mos e censuro atë që del. Nuk ka përgjigje të sakta. Nuk ka as mënyrë të gabuar për ta bërë. Nuk po shkruani për dikë tjetër, por po shkruani për veten tuaj. Prandaj shkruani ashtu si ju vjen, me fjalë të thjeshta dhe të sinqerta. Edhe nëse fjalët janë të çrregullta, edhe nëse ato nuk kanë kuptim të plot. Për shembull, jam e lodhur nga përpjekja për të qenë gjithmonë e fortë. Kam frikë se do të më ndodhë diçka e keqe. Lërini fjalët të rrjedhin pa ndaluar. 5. Shkruani çfarë ndjeni se është e rëndësishme për ju. Nëse diçka ju bën të ndaloni, të tronditeni, apo t'ju mbushen syt me lot, nëse diçka ju prek, ju bën të qani ose të dridheni nga brenda, ndaloni aty dhe shkruani për të. Kjo është pika ku zëri juaj i brendshëm po përpiqet të dëgjohet. Aty është thelbi i historisë tënde. Ndaj, shkruaj për të pa u frikësuar. 6. Shkruani ashtu siç ju vjen. Mos mendo shumë. Vetëm shkruaj çfarë të del në atë moment. Mos u shqetëso as për formën apo për fjalët. Shkruani sikur po flisni me një mik i cili po ju dëgjon pa ju gjykuar. Për shembull, kam ndjesin sikur gjithmonë duhet të luftoj për të dëgjuar. 7. Nëse nuk të vjen asgjë, pyeteni veten. Nëse kjo ndjenjë ose simptom nuk do të largohet kurrë, çfarë do të kem frikë se mund të më ndodhë? Shpesh, përgjigja që del këtu është rrënja e dhimbjes son. Mos e shmangni. Merrni kohën tuaj dhe shkruani gjithçka që ndjeni. 8. Mos vazhdo më tej derisa të keni shkruar shqetësimin tuaj më të rëndësishëm. Ajo që ndjeni thellë, por që e shmangni. Ai mendim që të vjen, por që e shtyn tutje, edhe ndoshta nuk e keni thënë kurrë me zë të lartë, është pikërisht ajo që kërkohet të dëgjohet. Ai është fillimi i zbulimit dhe i shërimit. Shkruaj derisa të ndihesh se ke prekur diçka të vërtetë. Tani, shiko se çfarë ke shkruar. Ndërsa e lexon, mos e lexo me aq kujdes sa të ma gjepsesh prej saj. Mos e gjyko. Thjesht vëzhgoj me butësi. Mos e ndrysho. Vetëm shikoje
si një dritare drejt vetes tënde. Mos u kap nga fjalët apo ndjenjat. Skanon lehtë edhe pa emocione. Thjesht je duke kërkuar fjalë ose fraza që dallohen, që duken si të pazakonta ose të veçanta. Aty, në ato fjalë të thjeshta, mund të gjendet një pjesë e rëndësishme e historisë tënde që kërkon të dëgjohet. Për shembull, cilat fjalë ose fraza i përsërit gjithmonë? Cilat nuk i ke thënë kurrë përpara këtij ushtrimi me shkrim? Cilat fjalë kërcasin ose kanë peshë, kanë rezonancë ose një ndjenjë dramatike? Cila gjuhë po ju thërret pa u vënë re? Tani, lexoje përsëri. Por këtë herë lexoje me zë të lartë. Përpiqu ta dëgjosh me një vesh të ri. Një vesh që dëgjon pa u përfshirë emocionalisht. Unë këtë e quaj dëgjim me veshin ton meta ose dëgjim me veshin e tretë. Cilat fjalë apo fjali kanë një cilësi urgjente? Cilat kanë rezonancë të fortë emocionale ose një ndjesi të çuditshme? Cilat fjalë nuk përshtaten plotësisht në kontekstin e përvojës suaj të jetës? Shiko nëse mund të dëgjosh ato fjalë sikur po dëgjon dikë tjetër. Ndoshta fjalët nuk janë të tuat. Ndoshta i përkasin dikujt tjetër. Ndoshta dikujt nga familja jote, që ka qenë i traumatizuar dhe nuk ka mundur t'i thot ato me zë të lartë, dhe ju thjesht i keni dhënë zë. Ndoshta përmes ankesave të tua po tregon historinë e dikujt tjetër, ashtu si Carson ndau ankthjen e babait të tij. Dëgjo sa më thellë të mundesh. Dëgjo derisa diçka në shkrimin tënd të rrëmbej. Në këtë lloj dëgjimi, po dëgjon në linjën e tregimit, po dëgjon për atë që është thelbësore që të dalë në sipërfaqe. Nëse humbesh në emocion, mund të humbasësh ankesën thelbësore. Ja se si e përshkruan Bert Hellinger këtë lloj dëgjimi. Do të përshkruaj atë që ndodh kur jam duke punuar me dikë. Ai më ka thënë diçka për veten, dhe unë kam dëgjuar vetëm gjysmën. Nuk duhet të dëgjoj ose të di saktësisht se çfarë po thotë. Mjafton që të mbaj syt në pamjen më të gjerë. Pastaj, befas ai thot një fjalë dhe ajo më alarmon. Papritur, nën gjithçka që tha, ka vetëm një fjalë që më flet drejt për drejt. Ajo fjalë ka energji. Edhe pse ende nuk e di saktësisht çfarë do të bëj, e ndjej se ky është momenti ku duhet të veproj. Nëse i lejoj kësaj fjale të më prek, do të kuptoj se cilët janë njerëzit që më duhen për ta çuar këtë drejt zgjidhjes. Historia e Sindit. Unë do të vdes. Tani, ndiqeni teksa analizojmë ankesën thelbësore të një gruaje që unë do ta quaj Cindy. Edhe Cindy, ashtu si Gretchen, ishte një fëmijë me histori të lidhur me Holokaustin. Si fëmijë i një të mbijetuarit të Holokaustit, Cindy kërkon të ndihmë për të kuptuar frikën e saj dërmuese nga vdekja. Për këtë arsye, ne filluam të eksploronim gjuhën e saj të brendshme. Ajo e përshkroi frikën e saj jo thjesht si frikë nga vdekja, por si frikë nga dia që e dinte se do të vdiste dhe nuk mund të bënte asgjë për ta ndaluar. Është krejtësisht jashtë kontrollit tim, thoshte ajo. Cindy kërkonte gjithashtu ndihmë edhe për frikën e saj paralizuese nga hapësirat e mbyllura.
një fobi që e pengonte të fluturonte në avion ose të përdorte dhe ashensor. Sa herë që mbyllej dera e ashensorit, ose kur avioni mbushej plot me njerëz, kur ajo ndodhej në mes të një mase njerëzish që e ndanin nga dalja, ajo pushtohej nga një panik i thellë. Ankesa e saj thelbësore i thoshte qartë të gjitha. Nuk mund të marr frymë, nuk mund të dalë, do të vdes. Cindy ishte 19 vjeç kur filluan klaustrofobia dhe ndjenjat e frikshme se nuk mund të merrte frymë. Edhe babai i saj kishte qenë po në atë moshë, 19, kur të dy prindrit dhe motra e tij e vogël u asfiksuan në dhomën e gazit në Auschwitz. Simptomat e Cindyt u përkeqësuan ndjeshëm pasi babai i saj vdiq përpara 10 vitesh. Edhe pse mua lidhja më duke e qartë, sepse kam punuar me shumë pasardhës të viktimave dhe të mbijetuarve të Holokaustit, Cindy nuk e kishte bërë kurrë këtë lidhje. Ajo mbante brenda vetes terrorin e panikut që kishin përjetuar gjyshrit dhe halla e saj. Ndoshta ajo mbante edhe fajin e heshtur të babait të saj, që kishte qenë i vetmi antar i familjes që mbijetoi. Shikoni përsëri gjuhën thelbësore të Cindyt. E di që do të vdes, edhe nuk mund të bëj asgjë për ta ndaluar. Është krejtësisht jashtë kontrollit tim. Është e lehtë që të imagjinohet se gjyshrit dhe halla e saj do të ishin ndjerë pikërisht në këtë mënyrë, duke jetuar në kampet e vdekjes, ose teksa po i çonin duke i shtyrë në dhomën e gazit. Pasi ishin futur në dhomën e gazit, është e mundur që dikush prej tyre të ketë përjetuar atë ndjesi të tmerrshme. Një masë njerëzish midis meje dhe daljes. E më pas, natyrshëm që do të shpërthente një panik i paimagjinueshëm. Gjuha thelbësore e Cindyt e pasqyronte qartë tragedinë që ata kishin përjetuar. Nuk mund të marr frymë. Nuk mund të dalë. Do të vdes. Në atë moment, lidhja u bë e qartë edhe për Cindyn. Paniku i të parëve të saj ishte shprehur brenda saj. Edhe pse ajo e njihte historinë tragjike të familjes së saj, ajo nuk kishte krijuar asnjëherë lidhjen dhe nuk e kishte kuptuar kurrë se mund të ishte bartëse e vuajtjeve dhe e dhimbjeve që nuk i përkisnin asaj. Por tashmë lidhja ishte e qartë. Gjatë seancës son, i kërkova Cindyt që të imagjinonte gjyshrit dhe hallën e saj duke qëndruar përpallë tyre. Pastaj i kërkova që të fliste me ta dhe të bisedonte. Me nxitjen time, Cindy u tha atyre: "Unë kam qenë të tmerruar ashtu si ju. Edhe tani mund të shoh se ky terror nuk është as i imi, nuk më përket mua. E kuptoj se nuk ju ndihmoj kur e mbaj. Edhe sigurisht nuk më ndihmon as mua. E di se kjo nuk është ajo që ju dëshironit për mua. E di që ju dhem që të më shihni kaq të shqetësuar. Unë do t'i lë këtë ndjenja ankthi me ty, gjyshe. Me ty, gjysh. Dhe me ty, halla Sara." Lotët u mlodhën në cepat e syve, teksa i imagjinonte të tre duke buzëqeshur dhe duke e bekuar që të ishte e lumtur. Cindy imagjinoi trupin e saj duke u mbushur me dashurinë që ata po i dërgonin. Më në fund, duke zbuluar origjinën e klaustrofobisë së saj dhe të frikës nga vdekja, Cindy ndjeu se pesha e frikës po shkrihej dhe po largohej prej saj. Le të marrë një shembull tjetër. Lorena: "Do të çmendem."
Shumë prej nesh mbajnë brenda vetes një frikë se diçka e tmerrshme mund të na ndodhë në të ardhmen. Shpesh, kjo frikë shfaqet përmes gjuhës sonë thelbësore, atyre fjalëve të pavullnetshme që zbulojnë plagët tona të brendshme. Lorena ishte 19 vjeç dhe vuante nga ankthi dhe sulmet e panikut, sidomos në situata sociale. Ajo përshkruante mënyrën se si ndjehej, e bllokuar dhe e pa aftë të largohej sa herë që ishte mes miqve. Ndjenjat e ankthit kishin filluar 3 vjet më parë, në të njëjtën periudhë kur ajo po përballej me një infeksion të përsëritur të fshikësës. Ajo kujtonte se shkonte nga njëri mjek te tjetrit, por asnjë nga barnat që i përshkruanin nuk po lehtësonte gjendjen e saj. Ndërkohë, frika dhe pasiguria po rriteshin brenda saj. Lorena tregoi se pjesa më e frikshme e infeksionit të fshikësës nuk ishte dhimbja fizike, por ideja se asgjë dhe askush nuk mund ta ndihmonte. Ajo kishte frikë se infeksioni nuk do të largohej kurrë. Edhe pse infeksioni më në fund u zhduk, ankthi i saj vazhdoi të rritej. Dhe ja se si rrodi biseda jonë. Unë e pyeta: edhe nëse infeksioni i fshikësës nuk do të largohej kurrë? Lorena: do të kisha dhimbje, do të isha e dëshpëruar, do të shkoja vazhdimisht tek mjekët, do të isha e kufizuar, nuk do të isha e lumtur, nuk do të kisha sukses, do të isha gjithmonë ankth, dhe unë do të isha një humbëse. Kur dëgjojnë gjuhën thelbësore të Lorenës, a të bie në sy disa fjalë? Ndoshta e kufizuar ose humbëse? Vini re se si këto fjalë na tërheqin vëmendjen sepse duan të na tregojnë diçka përtej historisë së infeksionit të fshikësës. Për një moment, le të heqim dorë nga çdo ide që kemi rreth Lorenës dhe infeksionit të saj, dhe të ndjekim energjinë e fjalëve që ajo përdor. Lorena po afroi me gjuhën e vet thelbësore, por ende nuk kishte mbërritur deri në fund, deri në thellësinë e saj më të madhe. Për t'i ndihmuar të shkoni më larg, i kërkova të përshkruante gjën më të keqe që mund t'i ndodhte dikujt tjetër. Kur hasim vështirësi në identifikimin e frikës sonë më të madhe, është e dobishme që të bëjmë disa hapa prapa dhe të imagjinojmë një skenar të keq që po i ndodh dikujt tjetër. Shpesh, kjo e lehtëson zbulimin e së vërtetës brenda nesh. Dhe ajo që doli për Lorenën ishte shumë domethënëse. Pyetja ime: cila është gjëja më e keqe që mund t'i ndodh dikujt tjetër, jo ty? Lorena: nuk do të kishin sukses, nuk do të ishin të lumtur, nuk do të mund të bënin gjëra që duan, do të çmendeshin, do të mbeteshin të izoluar, do të përfundonin në një institucion mendor dhe në fund do të kryenin vetvrasje. Këtu, disa fjalë na tërheqin menjëherë vëmendjen. Çmendem, institucion mendor, vetvrasje. Këto fjalë mbartin shumë ngarkesë emocionale. Është sikur të shohësh thelbin e frikës së saj duke dalë në sipërfaqe. Tani, le t'i bashkojmë të gjitha. Nga fjalët e Lorenës shfaqet një person që është një humbës, është i kufizuar, çmendet, përfundon në një institucion mendor dhe në fund kryen vetvrasje. Në këtë pikë mund të lindë pyetja: nga po vijnë të gjitha këto imazhe kaq të forta? Edhe pikërisht këtë po zbulojmë.
Ndërsa Lorena zbulonte shtresë pas shtrese, në ankesën e saj të dukshme, filloi të dilte frika e saj më e thellë. Ajo arriti në fjalinë e saj thelbësore, një fjali që shpreh frikën e saj më të madhe të pavetëdijshme. Rreth fjalisë thelbësore do të mësojmë më shumë në kapitullin e 8. Fjalia thelbësore e Lorenës ishte: do të jem një humbëse, do të çmendem, do të përfundoj në një institucion mendor dhe në fund do të kryej vetvrasje. Kjo fjali nuk përshkruan realitetin e saj, por përshkruan frikën e saj të brendshme, të trashëguar nga përvoja dhe nga tensioni që ajo ende nuk i kishte kuptuar plotësisht. Gjatë procesit të ndjekjes së hartës së saj të gjuhës së brendshme, Lorena zbuloi edhe një traumë tjetër vendimtare dhe shumë të rëndësishme që ekzistonte në historinë e familjes së saj. Le të hapim albumin familjar të Lorenës dhe të lejojmë fjalët e frikës së saj më të madhe që të na udhëheqin. Shpesh, fjalët që përshkruajnë frikën tonë më të keqe mund të shndërrohen në një pyetje lidhëse. Një pyetje që na drejton drejt një ngjarjeje ose një figure të caktuar në familje. Këto pyetje na çojnë në stacionin e radhës të hartës së gjuhës bazë. Pyetja lidhëse e Lorenës ishte: a ka pasur ndonjë person në familjen tuaj i cili u konsiderua si një humbës që përfundoi në një institucion mendor dhe që kreu vetvrasje? Bingo! Gjyshi i Lorenës, babai i nënës së saj, nuk respektohej dhe shihej si humbës i familjes. Ai shpesh përfundonte në spitale psikiatrike, derisa përfundimisht kreu vetvrasje, teksa ishte ende i shtruar në spital. Në gjeneratën tjetër pas tij, u përsërit e njëjta histori. Tezja e Lorenës, motra e madhe e nënës së saj, gjithashtu ishte refuzuar nga familja, duke u quajtur humbësja e çmendur. Edhe ajo hynte dhe dilte nga institucionet mendore. Familja, e turpëruar nga sjellja e saj, pothuajse nuk fliste fare për të. Pa e thënë me zë, pa e pranuar, ata prisnin brenda vetes pritjen e frikshme që ajo do të bënte të njëjtin hap si babai i saj. Të mbaronte jetën e saj me vetvrasje. Kur një antar i familjes ka një jetë të palumtur, të dhimbshme ose përjeton fatkeqësi të rënda, shpesh është më e lehtë t'i largosh emocionalisht se sa të ndjesh dhimbjen që vjen nga dashuria për ta. Zemërimi shpesh është një emocion më i lehtë se trishtimi. Kështu kishte ndodhur në këtë familje. Kjo kishte qenë mënyra se si familja e saj përballoi tezën. Në vend që ta përqafonin me dëmshuri, ata e refuzuan dhe e trajtuan me zemërim. Ishte më pak e dhimbshëm të largoheshin se sa ta donin. Por, siç e kemi mësuar në kapitullin e 3, fatet e antarëve të refuzuar të familjes kanë prirjen që të përsëriten. Kështu ndodhi edhe me gjyshin e refuzuar, humbësin e parë. Edhe me brezin pasardhës, me tezën humbëse. Tani, pa e kuptuar, Lorena po qëndronte në radhë. Ishte në rrezik që të bëhej figura e tretë në këtë varg tragjik, duke e çuar dhimbjen në një brez të tretë. Një vetvrasje brenda familjes është jashtëzakonisht e vështirë për të përballuar emocionalisht. Të afërmit shpesh ndihen të zemëruar me personin që i dha fund jetës, për dhimbje që la pas dhe për mënyrën e papritur dhe tragjike të largimit. Përveç kësaj, pasojat e vetvrasjes bien dhe mbi familjen. Turpi, sikleti, imazhet e dhimbshme që mbeten në mendje,
çështjet e pazgjitura emocionale, problemet financiare, madje edhe pasigurit fetare. Familja mbetet me barrën e peshës. Mbetet me gjurmët që duhet të mbajnë dhe që s'mund t'i pshin. Edhe pse Lorena po ja proje përsëritjes së këtij fati familjar, ende nuk e kishte vulosur. Pasi e kuptoi se historia e saj nuk e kishte origjinën tek vetë ajo, por ishte trashëguar, ajo ishte në gjendje që t'u akthente këto emocioneve personave të duhur, gjyshit dhe tezës. I kërkova Lorenës që të përftyronte gjyshin dhe tezën e saj, duke qëndruar përballë saj. Lorena pa u menduar gjatë e bëri. Dhe aty diçka ndryshoi. Lorena shprehu dashuri të sinqertë për të dy. Ajo i pasi shpirte të lënduar, dhe jo si figura të turpit. I imagjinoi sikur ishin duke e mbështetur, duke i buzëqeshur dhe sikur po i jepnin leje që të jetonte më ndryshe. Ajo imagjinoi se po e nxirrte anktin nga trupi dhe po ua kthente atyre aty ku i përkiste. Ajo filloi të marrë frymë ngadalë dhe thellë për disa minuta, duke ndjerë se ankthi po largoi nga trupi i saj. Ajo po e kthente prapa tek ata që e kishin mbajtur më parë. Trupi i saj filloi të ndihej më i lehtë, më i qetë. Ajo kërkoi të dyve, gjyshit dhe tezës, bekimin e tyre që ajo të mund të jetonte një jetë të lumtur, një jetë që ata vetë nuk patën mundësinë ta jetonin. Lorena e kuptoi se nuk kishte asnjë arsye që të mbante anktin dhe frikën që u përkiste atyre. Në fakt, duke i mbajtur, ajo vetëm sa i riprodhonte dhimbjen e familjes. Ajo u premtoi të dyve se nuk do ta mbante më barrën e tyre emocionale. Pastaj, në mendjen e saj, imagjinoi veten në një moment ankthi në të ardhmen. Dhe në vend që të humbiste, me dashuri, ajo ja kthente përsëri atyre ankthin dhe çdo ndjenjë që nuk i përkiste asaj. Dhe kjo ishte si për t'u thënë: ky nuk është më i imi. Pas vetëm një seance, Lorena ndjell një çlirim të thellë. Paniku që e kishte pushuar për vitesh u shua. Frika u qetësua. Në vend të saj mbeti një ndjenjë paqeje. Kur dikush më pyet se si lidhen kërkimet e reja mbi neuroplasticitetin me përvojën time klinike, shpesh mendoj për Lorenën. Aftësia e saj për të kaluar nga një gjendje mbushur me ankth në një gjendje më të qetë dhe më të ekuilibruar, për të kaluar nga frika në dashuri, është një dëshmi e gjallë dhe e qartë e mënyrës se si historia familjare dhe vetëdia e tanishme mund të punojnë së bashku në shërim. Sepse, kur krijohen lidhjet e thella emocionale dhe thelbësore, kuptojmë origjinën e frikrave tona dhe praktikojmë fokusimin në imazhet e shërimit, truri fillon të krijojë rrugë të reja nervore. Rrugë që na çojnë drejt paqes, drejt dritës, drejt jetës. Dhe atëherë, procesi i shërimit mund të bëhet befasueshëm i shpejtë dhe efektiv. Gjuha kryesore si një busull. Ndonjëherë, gjuha thelbësore e ankesës sonë është kaq e fortë dhe kaq bindëse, saqë na detyron të gërmojmë varrezat e historisë së familjes për një përgjigje dhe për të kuptuar veten. Megjithatë, shpesh historia familjare që ne kërkojmë nuk është e lehtë për t'u gjetur. I maskuar nga turpi, i zhytur në dhimbje, ose i mbrojtur në formën e një sekreti familjar, ky informacion nuk ka gjasa që të flitet në bisedat e përditshme dhe në tryezën e darkës. Aty
mund të jetë e fshehur një ngjarje traumatike. Edhe ndonjëherë, ka raste kur ne e dim traumën që ka ndodhur në familje, por nuk arrim ta bëjmë gjithmonë lidhjen me përvojat tona aktuale. Gjuha kryesore, ajo thelbësorja që përdorim për të përshkruar shqetësimin ton të ankesës, mund të na udhëhejë si një busull përmes brezave, drejt ankthit të pashpjegueshëm familjar që vazhdon ende të na ndikojë. Atje, një ngjarje traumatike mund të presë që të njëjtit të kujtohen, të kuptohen dhe të eksplorohen, në mënyrë që më në fund të qetësohen për të pushuar. Më poshtë, kemi një listë me pyetje të cilat do t'ju ndihmojnë të zbuloni gjuhën tuaj kryesore. Përgjigjuni këtyre pyetjeve me sinqeritet dhe sa më hollësisht që të mundeni. Mos i shkruani përgjigjet për t'i bërë më të bukura apo më të arsyeshme. Thjesht, shkruani atë që del natyrshëm. Këto pyetje do t'ju ndihmojnë që të zbuloni rrënjët e shqetësimit ose të simptomës suaj, si dhe gjuhën e brendshme që përdorni për ta përshkruar atë. Edhe përgjigjet mund të zbulojnë një lidhje të papritur mes problemeve tuaja aktuale edhe një traume të kaluar në historinë familjare. Ushtrimi me shkrim nëmër 2. 10 pyetje që gjenerojnë gjuhën bazë. 1. Çfarë po ndodhte në jetën tuaj kur simptoma ose problemi juaj u shfaq për herë të parë? 2. Çfarë po ndodhte përpara se të fillonte ky shqetësim? 3. Sa vjeç ishit kur u shfaq për herë të parë simptoma apo problemi? 4. A i ka ndodhur diçka traumatike ndonjë antari në familjen tuaj, në të njëjtën moshë që ju keni pasur shqetësime? 5. Çfarë ndodh saktësisht gjatë problemit ose simptomës? 6. Si ndihesh brenda vetes, emocionalisht dhe fizikisht, kur problemi yt arrin momentin më të keq? 7. Zakonisht, çfarë paraprin këtë ndjenjë ose këtë simptom? 8. Çfarë përkeqëson apo e përmirëson situatën? 9. Çfarë ju pegon? Problemi apo simptoma? Çfarë ju detyron të bëni ose të mos bëni? 10. Nëse ndjenja ose simptoma nuk do të largohej kurrë, cila do të ishte gjëja më e keqe që mund të ndodhë? Dhe, a e dini pse shërbejnë këto? Kur gjen një temë që përsëritet, e kupton se problemi yt nuk ka lindur nga hiçi, por i ka rrënjët në një histori. Edhe kur e gjen historinë, problemi nis të humbas fuqinë. Tani, lexoni atë që keni shkruar. Këtu janë disa tema që përsëriten në familje. A njihni ndonjë nga këto tema në familjen tuaj? Gjuha që përsëritet. 1. A ka ndonjë fjalë ose ndjenjë që përdor shpesh, e cila duket se nuk përshtatet dhe nuk vjen nga konteksti i përvojës së jetës tënde? Për shembull, frikë nga vdekja, braktisja, humbja, dështimi, çmenduria, mbytja, pengesa, faji e të tjerë. Nëse po, a mund t'i përkas kjo gjuhë dikujt në familjen tënde që ka kaluar trauma? 2. Epokat që përsëriten. A ndodhi diçka e rëndësishme në familjen tënde, tek ndonjë familjar, në të njëjtën moshë kur ty t'u shfaqen simptomat? Për shembull, ti ke patur ankth në moshën 25 vjeç dhe babai yt
pësoj një humbje të madhe po në atë moshë. Ti ke frikë nga sëmundjet në moshën 40 vjeç dhe gjyshja jote vdiq në moshën 40 vjeç. Ndoshta në mënyrë të pandërgjeshme, mund të jetë e vështirë për ju të jeni të lumtur ose të jetoni plotësisht për te moshës kur ajo ose ai vdiq. Problemi apo simptoma mund të ndodhë edhe kur fëmia juaj arrin të njëjtën moshë që keni qenë, atëherë kur ka vdekur prindi juaj. 3. Emocionet, sjelljet dhe simptomat që përsëriten. Mendoni përsëri. Çfarë nxiti problemin apo simptomat tuaja? Çfarë po ndodh në sfond? Të ka lënë dikush? A je ndjerë i nënçmuar, i refuzuar apo i braktisur? A ndodhi diçka që ju bëri të ndjeni sikur dëshironi të hiqni dorë apo të dorësoheshit? A imiton apo rikujton problemi apo simptoma juaj një përvojë ose situatë të caktuar nga fëmijëria juaj e hershme? A është e ngjashme në ndonjë mënyrë me një ngjarje në historinë tuaj familjare? A i ngjan ndonjë gjëje që mund t'i ketë ndodhur nënës, babait, gjyshes apo gjyshit tuaj? Për shembull, nëse ndihesh i braktisur, mund të jetë një temë që dikush në familje ka përjetuar. Nëse të ka panik kur dikush largohet, mund të lidhet me një humbje në familje. Nëse ke frikë nga dështimi, dikush para teje mund të jetë quajtur humbës. Nëse ke frikë të çmendesh, mund ta ketë kaluar dikush nga familja. Përgjigjja e këtyre pyetjeve mund të zbulojë të dhëna të rëndësishme për të zbuluar një lidhje familjare. A të kujton problemi yt diçka nga fëmijëria ose nga historia e familjes? Pa e kuptuar, ne jemi duke jetuar emocionet që nuk na përkasin neve. Ankesat dhe simptomat si mesazh drejt shërimit. Çfarë cilësie të veçantë apo çfarë mesazhi thelbësor synon që të shpreh ankesa apo simptoma? Kur shikoni jashtë kutisë, ankesat ose simptoma juaj mund të jetë një shprehje krijuese që ju çon të përfundoni diçka, të shëroni diçka, të integroni diçka ose të ndaheni nga diçka. Ndoshta një ndjenjë që keni marrë dhe nuk ju përkiste kurrë ju në fillim. Ndoshta simptoma ose problemi juaj po ju detyron që të bëni një hap që nuk e keni ndërmarrë më parë. Një hap që nuk mund ta injoroni më. Ndoshta ju kërkohet të përfundoni një fazë në zhvillimin tuaj e cila u ndërprej kur ju ishit të vegjël. Ndoshta simptomat ose problemi juaj rikrijon një gjendje pa fuqie, si që t'ju sjell më afër prindërve tuaj. Ose anasjelltas, ndoshta simptoma ose problemi juaj detyron rritjen dhe pavarësinë tuaj prej tyre. Ndoshta po ju tregohet se duhet të shkëputeni nga diçka që nuk ju shërben, ose se duhet të përfundoni një detyrë, apo të ndiqni një rrugë që keni braktisur. Mbase keni injoruar një pjesë të re ose të fragmentuar të vetes suaj, që tani shprehet në simptomat tuaja. Ndoshta keni lënë pas dore një kufi personal që nuk mund të anashkalohet më. Simptomat dhe ankesat tona, gjithashtu, mund të na bëjnë që të ndreqim një marrëdhënie të prishur ose të na ndihmojnë të shërojmë një traumë personale, duke na detyruar të përballemi me ndjenjat që tashmë i kemi ndrydhur prej kohësh. Ata jo vetëm që mund të na japin njohuri për një traumë familjare që nuk është zgjidhur kurrë plotësisht, por gjithashtu mund të na japin njohuri
për një faj personal që mbartim, ndoshta duke ndriçuar rrugën drejt pajtimit. Ankesat, simptomat dhe problemet tona mund të funksionojnë si udhërrëfyes që na drejtojnë në drejtimin e diçkaje që është ende e pasgjidhur. Ato mund të na ndihmojnë për të nxjerrë në dritë diçka që ne ende nuk e shohim, ose që na lidh me diçka ose dikë që ne ose familja jon e kemi refuzuar. Shpesh, ajo që po ndjejmë sot mund të jetë një pasqyrim i një situate të vjetër nga fëmijëria. Kur ndalemi dhe i eksplorojmë ato, ajo që është e pasgjidhur mund të dalë në sipërfaqe duke i shtuar një dimension të ri procesit ton të shërimit. Kur ndalojmë dhe i dëgjojmë, simptomat mund të nxjerrin në pa atë që ka mbetur në hije dhe të hapin një rrugë të re drejt shërimit, duke na bërë që të ndjehemi më të plotë dhe më të qetë në çdo pjesë të vetes sonë.